Nga këto, në 31 raste janë shqiptuar gjobë në vlerë totale prej 67.000 eurove, ndërsa në 28 raste janë shqiptuar vërejtje. Vendimet për fushatën e vitit 2025 janë të kundërlidhshme. Pas funksionalizimit, KPM-ja i ka mbajtur 4 mbledhje ku janë shqyrtuar 62 raste ligjore dhe ka shqiptuar sanksione në 59 prej tyre. Nga këto, në 31 raste janë shqiptuar gjobë në vlerë totale prej 67.000 eurove, ndërsa në 28 raste janë shqiptuar vërejtje. Në 2 mbledhjet e para që lidhen me proceset zgjedhore të vitit 2025, KPM i ka shqiptuar 46 sanksione, prej tyre 21 gjoba në vlerë prej 43.000 euro dhe 25 vërejtje. Në 2 mbledhjet pasuse, lidhur me zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026, KPM i ka shqiptuar 13 sanksione, prej tyre 10 gjoba në vlerë 24.000 euro dhe 3 vërejtje. Fillimisht në lejoni të theksoj faktën se KPM ka miratuar rregulloren lidhur me obligimet e ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale gjatë fushatave dhe procedurën për trajtimin e ankesave. Kjo rregullore ka përcaktuar afote shumë të shkurta. Shqyrtimi fillestar bëhet brenda 4 orëve, ndërsa klasa afoteve të tjera, vendimi duhet të merret më së shumti brenda 5 ditë dhe gjatë fushatës së rregullt apo brenda 60 orëve gjatë fushatës së jashtëzakonshme. Dhe këtu afote nuk janë vendosur rastësisht. Ato janë vendosur sepse shkeljet gjatë fushatës zgjedhore kanë efekt të menjëhershëm dhe nëse një shkelje ndodh gjatë fushatës, ajo duhet të trajtohet vetëm gjatë fushatës sepse vetëm atëherë vendimi mund të ketë efekt. Në rastin konkret kjo nuk ka ndodhur. Komisioni pavarur i mediave ka qenë jo funksional nga 21 janari 2025 e deri më 5 maj 2026 dhe kjo periudhë ka përkuar me një sër cikle zgjedhore. Zgjedhjet e 9 shkurtit, zgjedhjet lokale të 12 tetorit, ballotazhi i 9 nëntorit, dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit. Pas funksionalizimit, Komisioni pavarur i mediave u është kthyer rasteve të cilat kanë ndodhur që kanë ndodhur gjatë vitit 2025. Kjo vendimarrje e jashtëfatshme është vendimarrje e kundërlidhshme. Arsyetimi i Komisionit të pavarur i mediave ka qenë se këto afote janë vetëm udhëzuese. Nuk mund të ketë asnjë logjik juridike që materia e kësaj rregullore të jetë obligative, ndërsa afotet të jenë vetëm udhëzuese. Nuk ka asnjë logjik që rregulloria të jetë obligative për mediat dhe KPM të sanksionoj po me këtë rregullore, ndërsa afotet e përcaktuara po në këtë rregullore mos të jenë obligative për Komisionin e pavarur të mediave. Edhe një herë, vendimet për fushatën e vitit 2025 janë të kundërlidhshme për 2 arsye. Janë marrë jashtë afoteve ligjore dhe janë bazuar në rekomandime të kundërlidhshme. Ndërkaq ato për zgjedhjet parlamentare të vitit 2026 që u zhvilluan dje janë të kundërlidhshme për shkak se janë bazuar në një rekomandim të kundërlidhshëm. Në shtetën e së drejtës si përfundim, ligji nuk zbatohet vetëm ndaj polëve që sanksionohen, mirë po pikë së pari ai zbatohet edhe në raport me institucionin që i sanksionon, që në rastin konkret është Komisioni i pavarur i mediave. Dhe përkundër faktit që mediat gjatë këtyre fushatave mund të kenë kryer shkelje prapë se prapë, kjo nuk e arsyeton Komisionin e pavarur të mediave që të nxjerrë vendime të kundërlidhshme. Ligjshmëria është elementi kryesor i sundimit të ligjit dhe që i njëjti nuk është respektuar në rastin konkret, për të cilën arsye raporti Institutit të Kosovës për drejtësi gjen se të gjitha këto vendime janë të kundërlidhshme. Dështimet pse kemi ardhur në situatë të tillë janë sepse Kuvendi i Kosovës ka leju ose si ka ushtruar kompetencat e përgjegjësitë të tij me bë në radhë parë Komisionin e pavarur për media funksional me quorum, pastaj Komisionin për ankesa. Kur Komisioni i pavarur për media ka qenë jo funksional për afërsisht një vit e diçka, do thotë nuk ka qenë gjendje brenda afoteve ligjore me përmbush obligimet e tij. Në anën tjetër, Komisioni i pavarur për media ka dështuar me zgjedh kryeshefin ekzekutiv, e përmend gëzimin shumë mirë. Gjykata Supreme tashmë ka një praktikë gjyqësore, ka një akt gjykim i cili e ka përcaktuar në mënyrë të qartë. Kushdo që mbani pozitë si ushtrues detyre mbi 2 vite, do thotë jo personi, po pozita, atëherë neti pas 2 viteve nuk ka drejt më me marrë veprime ligjore. Kështu që kemi ardhur në situatë ku
gjithçka që është marrë për Komisionin të Pavarur për Media është e kundërlidhshme, jashtë afateve ligjore dhe kjo duhet mu rikuperu përmes ankesave dhe më së miri është që këto me caktuar të thotë edhe gjykata që mediat në një farë mënyrë më shfrytëzu këto mjete juridike.